Punimet në aksin rrugor Shirok-Zogaj po shkojnë drejt përfundimit. Ky projekt i shumë pritur nga banorët dhe vizitorët, pritet të transformojë jo vetëm lëvizjen, por edhe zhvillimin ekonomik të zonës Buzë-Liçeni të Shkodrës. Në terren, makineritë po bëjnë ndërhyrjet e fundit për sistemimin e infrastrukturës anësore, si dhe vendosjen e rrjetit toksor elektrik, ndërsa pritet që të ngrihet edhe pika e kalimit kufitar me malin e Zi. Punimet për ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj po shkojnë drejt përfundimit. Është bërë mundërshtrimi i gjithë këtij segmentit me asfalt, ndërsa po punohet për ndërtimin e trotuarit, gjithashtu edhe vendosjen e rrjetit elektrik. Kjo rrugë nuk është thjesht një lidhje mes dy pikave, por një artere jetike për turizmin e zonës, duke bërë më të aksesueshëm bukurinë natyrore të Zogajve për të gjithë ata që zgjedhin të shëtisin në bregun e Liçenit. Përfundimi i këtyre punimeve pritet të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin, duke nxitur një fluks më të madh vizitorësh, si dhe duke ofruar një standard më të mirë jetese banorëve të zonës që janë marrë prej vitesh me turizmin dhe peshqimin. Në ditët e vijim pritet dorëzimi zyrtar i këtij aksi, i cili shënon një hap të rëndësishëm në përmirësimin e infrastrukturës rrugore në qarkun e Shkodrës, duke zhderruar rrugën drejt Zogajve e mëtej drejt zonës së Krajës në një itinerar të këndshëm dhe të sigurt për të gjithë.